Shifra të frikshme para dhe pas hyrjes së Louise Ailit, ja si ndryshoi shikueshmëria Big Brother VIP. Hyrja e Louise Aili në shtëpinë e Big Brother VIP ka sjellë një rritje drastike të shikueshmërisë, duke përmbysur totalisht trendin që po shfaqte ky edicion deri pak ditë më parë. Big Brother VIP, i cili para ardhjes së Luizit po përballej me shifra modeste dhe vështirësi për të kapur nivelet e sezoneve të kaluara, ka pësuar një transformim rrënjësor, veçanërisht në rrjetet sociale. Në fotot e publikuara, diferenca është e dukshme dhe flet vetë. Para hyrjes së Luizit, videot e banorëve si Kristi, Celina apo Rogerti regjistronin shikueshmëri që luhatej kryesisht nga 80.000 deri në 150.000 shik. Pas hyrjes së Luizit, shifrat kanë kërcyer menjëherë në miliona. Një nga videot e Louise Ailit ka arritur 1.1 milion shikime në një kohë shumë të shkurtër, ndërsa videot e tjera variojnë nga 300.000 deri në 650.000 shikime. Ky ndryshim i menjëhershëm konfirmon impaktin e padiskutueshëm që Louise Aili ka mbi audiencën shqiptare. Duke rikthyer Big Brother VIP në qendër të vëmendjes dhe duke rritur ndjeshëm interesin e publikut ndaj formatit,